Kishim po gjithë betin të Kristi? Në iku beti. Të tha Kristi, ta kishe i nata që s'do doli llavi që dhe përshau. Jepi biri! Jeni 4-2. E ki kujdes, do ndërtonin dhe i 4-3. Jepi miri. Pas pikën. Me Zejdaja. Ti shoku im, tash nuk jam zgjedhje e dytë. Që pa mrak, kështë të bëj të gjë në jetë, nuk e bëj të për lart. Mirë, E vej pra, pak. ishte synimi ti pra, që më thoshte mua, Vej që pak ti e të. shumë. Pra, ka pësë shumë. Tash nëse kemi në mes aty. Ndoshta këta janë edhe trillimet e S'ka që se rregullojmë atë për. Po të... Ja ka Faj qua ka in, mund men. që shkoj edhe jam mend. Jam prish letrat, nuk jam prej Ja ku merë dhe sillesh nga sillesh. Sillesh nga sillesh. Jo, s'ka lidhje. Okej, në rregull. Okej. Ta prisha Lore, mos më cëron nervan. Po mos, e di që më vjen mirë. Që ti e kupton. Edhe pak. Alianca mirë. Mirë alianca. O do ta bëj gjithë shpinë. Alianca. O s'ka. Jo, se s'kena me këzimi. Fare më do jemi kështu gjumë. Pace, S'ka, pace. pace. Mirë alianca e paqes. Paqe në botë. Kush të vi nga jashtë, bëjmë një qikë zhurë 2 javë, shtim prap, ikim. Kush do shpallet mis? Kur ta mbyllim Big Brother, ta mbyllim me 15 Mateo. finale. Gjithë shokët e mirit. Mateo shkret u mërzit. Gjithë shokët e mirit, shokët e mirit. Unë fola me ti, po kishin ndërpretu tani. Po me Big Brother 15 vetë, kush Do sa fitoj? jeti vajza që... Nuk ka anti, në gjithë Po bashkë. gjithë të po, Mateo. Të shokës ti. Dhe që parë njëri të shpish fare djalë Shpuke ti që me Të atë. shihet e mia, një. E dyta edhe thonë unë nuk jam kurrë se si Zgjedhje e dytë. Ti e kupton se çka ka bërë jetë se E do treta dhe e ç'pun fundit kishe ti? që unë kur më pëlqen dikush, se i ka thënë ai, mori, ka thënë ai, po pse s'futesh aty, po sa ajo do të shef, po bën xheloz natë. Aman. Skema a, të. ka ndikuar ndarja e Brikenës dhe Mateos, ftohtësia, nga që ti ke qëndruar më shumë me Mateon këto 15 ditë që është Mateo, se sa ke qëndruar me Brikenën që ka gjithë të ditë. Dhe unë i thash jo, kur ka ardhur këtu, Brikenën e kam bërë shumë afër, i kam thënë që më ke dalë ndryshe nga se që kisha menduar. Pastaj, mbas qëndrimit këtu në shtëpi, kam kuptuar që nuk është aq reale. Dhe erdhi më bëri dhe xheloze, më tha Po edhe që ti the që Brikena është më reale. Një sekond, Brit. I thash më tha dhe që rrin me mirën e bën me mirë bla bla, thash unë ndrova në qendrim. Pastaj mbas dy pranëve të tjera që ajo pavarësisht se neve na duke falco, i qëndronte fjalë vetveta. Thash okay, mirë, sa do falco, kjo vajzë është reale dhe prapë ndryshova mendim. Dhe unë Prap doli jo reale. Jo, dhe unë prap, unë tani me atë jam, okay, jam fair. Nëse ajo ka menduar në një moment, Brikena do të kishte më është e thënë. Pavarësisht se unë jam shumë e bindur njëherë me sillet e mia dhe me mënyrën se si unë kam qëndruar me Mateon që s'ka lidhje fare, po fare kjo gjëja. Tash unë biles edhe Eugjini atëherë për i mirë që më pyeti ja më Lali, a kena gjë me Mateon, i kam thënë Eugjin me mua këto muhabete jo. Se mua nuk vjen tu marr një djalë që më pëlqen, më shkon dhe më thon, po vlla, më pëlqen. Unë se mendoj në asnjë moment që Mateo është tregu shumë i haptas me pëlqimin e tij ndaj Brikenës. Bravo, faleminderit. Dhe ka thënë disa. Ua! Bravo. Stelina do na prishësh dhe pjesën tjetër. Do e bëj prap, ose prish. Nuk mundem dot më, nuk mundem dot më. Se du ta kishin bërë gjatë. Dur. Domethënë duhet më vot 3. Po pra, e nisëm këtu, do shkojmë këtej. Këtej, pastaj Unë dijim sot shumë. mëngjes kur e marrë dhe thash dëgjoj, çfarë po mendon? Ti tha se Lina unë kam thënë disa herë që unë Brikenën e veçën nga vajzat e tjera. Pra, diskutimi jon, dhe pse vetëm për vetëm, se unë nuk doja ta bëja sy të njerëzve për më marrë vesh njerëz që unë po i flas Mateos në shpëtu nga nominimi. Edhe në vetëm për